Vir Gjeresha. Kur ishte vetëm 3 vjeç, aktori Charles. Kur ishte vetëm 3 vjeç, aktori Charlie Sheen, i shenjës Vir Gjereshës, lëvizi një nga disjet e shtyllës kurizore. Me një fjalë, nxori një hernje dhe tregojnë se bëri një ulurim tepër të gjatë dhe tepër të fortë, një piskam. Unë, o Vir Gjeresha, bura Graqofshi, nuk u këshilloj të bëni edhe ju të njëjtën gjë. Dua t'ju them se nuk është momenti të hyni në sintoni me emocione të forta që ndoshta ju janë shfaqur për herë të parë ku keni qenë tepër të rinj apo të reja. Dhe tani vazhdojnë t'ju ndjekin dhe kanë ngelur për ju paj të forta. Mbase, inati i drejtë është një prej tyre, apo mbase duhet jenë edhe gjëra të tjera. Ndonjë dëshire të shmendur, ndonjë gëzim i shfrenuar, etja për ndonjë kuriozitet, a ndonjë e qeshur pafund. Çfarëdo qoftë, duhet të hysh në sintoni me të për të përjetuar atë magji të mrekullueshme që pikërisht në këtë moment të duhet shumë.